Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me shumë përzemërsi, duke uruar që hapat e këtij mëngjesi të jenë një bonus i mirë për vazhdimin e rrugtimit përgjatë gjithë ditës, duke realizuar të gjitha pritshmëritë tuaja, të cilat padyshim kërkojnë një përkushtim dhe vullnet të veçantë. E unë sot e filloj ditën me një sportist të ri, vetëm 14 vjeç, që aty ku ai ka garuar e ka çu zanin e Shkodrës, emrin e Shkodrës me një krenari të veçantë. 6 herë është ngjitur në podiumin e nderit. Ka fituar 6 medalje në garat e tij të notit. Përfaqëson ekipin Future Sports Academy Shkodër dhe natyrisht në këtë rrugtim ai ka spikatur 4 medalje të arta, një të argjend dhe një bronzit, duke thyer kështu edhe një rekord kombëtar në 100 metër stil i lirë. Me mua sot në studio është Arber Hysaj. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Faleminderit. Kënaqësi që të kam në studio sepse mjaft i ri dhe përmendesh ai shkodrani që fitoi në Maqedoninë e Veriut kaq shumë medalje. Si e përjeton këtë? E përjetoj shumë mirë, ndihemi gëzuar, i kënaqur. Për mua nuk është hera e parë. Ka marrë pjesë edhe gara tjera dhe këta gara ishin për mua sa me pa ku isha në stërvit. Sa gjë e bukur. Është shumë modesti të thuash dhe ti e pe se ku isha. Po, më mirë se sa pritësha. Dhe kjo të dha një kënaqësi të veçantë. Po 6 medalje të arta që do të thotë 6 herë në vendin e parë, apo jo? Dhe 2 të tjerat janë një argjend, një tjetër bronzit. Si ishin këto për ty, këto gara? Ka marrë shumë medalje dhe për mua më shumë intereson se si jam unë gara, medaljet është tjerë pjesë tjetër. Dhe pritësha jo që mirë prej vetë, nuk pritësha ka që mirë prej vetit dhe djemi. Ti e përjetove shumë bukur. Po. Si e shprehe këtë përjetim? Në fillim më kënaqa shumë. Dhe tash do vazhdoj stërvitjen. Po për rreth teje, domethënë si ishte atmosfera e përjetimit të këtyre fitoreve tuaja? Tek familja, tek miqtë tuaj, tek familja u kënaq shumë për rezultateve. Dhe sidomos për rekordin që u thye. Kjo është rekordi jemi 3. Po? Që rekordi i parë ka qenë në 50 metër shpinë, në 50 metër si i lirë dhe tash së fundmi në 100 metër si i lirë. Ke ardhur duke arritur gjithmonë vlerën e peshën e këtyre rekordeve. Je një rekordmen, pra, ja, kjo është një sukses i madh për ty, Arber. Në fakt, si u bëre pjesë e një gare të tillë ndërkombëtare të zhvilluar në Maqedoninë e Veriut, ku morën pjesë 31 ekipe. Ja, në këto momente unë befasohem nga kjo shumatore medaljesh. Kujt i përkasin këto medalje? Këto më përkasin mua dhe vllajt tim, disa prej tyre. Por më së shumti më përkasin mua. Urime. Faleminderit. Unë kujtova se këtu janë më shumë se një ekip me këto medalje. Besoj se të gjitha kanë nga një histori të bukur, apo jo? Po. Nuk i harron asnjëherë. I kujton se kujt i përkasin apo tashmë? Pak. Më kujtojnë më shumë 2 medaljet e para, që prap kanë qenë në Shkup. Po? Kam qenë 10 vjeç, më sa mbaj mend, kam marrë medaljen e parë të arit dhe medaljen e dytë argjendit. Dhe ka qenë një si tip fillimi për mua, për karrierën time. Ti i frymëzuar nga ato 2 medalje të para. Po. E natyrisht ato emocione nuk i harron asnjëherë. Asnjëherë.
E prej aty deri në më të fundit para pak ditësh janë një shumatore medaljesh. Këtë herë si u bane pjesë këtyre garave ndërkombëtare? Për mu nuk është hera e parë. Kemi marrë pjesë shumë herë dhe ishte si thashtë më parë si një prej garave të zakonshme që dhe u morëm pjesë. Ti ishe i vetmi përfaqësues nga ekipi yt apo i vetmi? I vetmi këtë herë. Po. Këtë herë i vetmi. Më pas mund të jesh edhe me të tjerë. Ndërkohë që nga Shqipëria ka qenë edhe një ekip tjetër i Stelës në mesazh. Po, Stela. Po kush është trajneri yt? Si stërvitesh ti? Unë stërvitem kohët e fundit jam stërvit me babën tem. Por jam stërvit me babën tem çdo ditë mas shkolle. Por ai trajner tjetër që ka luajtur rol të madh të stërvitjes teme dhe rezultateve të mia është Altin Loshi. Dhe si është të stërvitesh me njeriu e afërt, prindin tënd? Është pak e zorshme se mund ndodhin ai kërkon shumë prindi. Po. Keni ndonjëherë kështu, po s'mundem mama mbro baba, po momentet më zorshme. Po ti mendon që çdo gjë ka shkuar shumë mirë apo jo? Po, shumë mirë, shumë. Jashtëzakonisht bukur. Po. Mirë. Në garat e para pak ditësh kishte disa bateri, po e them, si quhet? Po, bateri. Disa gara. Në sa gara more pjesë? Unë kam marrë pjesë në 6 gara, se ishin gara parë 100 mix, dhe gara tjera 50 si i lirë, 50 shpin, 50 delfin, 100 metrë si i lirë dhe 200 metrë si i lirë. E si ishte kur e para që preu shiritin e këtij rrugtimi? Gara parë ishte pak më e zorshme se tjera, sepse ishte puna emocioneve dhe unë dava në vend tret mora medalje bronzi dhe kështë vazhdu në garë tjera më mirë. Gjatë garës e ndjen rivalitetin, do të thot gjatë garës mendon se ke afër kush po të afrohet, je në avantazh apo? Ajo është pjesë e garës, po unë jam monu me hi pa stres, si ti isha të ba matje në stërvitje, edhe kjo më ka animu shumë në aspektin psikologjik. Dhe po është diçka shumë e bukur, sepse ti je i përgatitur emocionalisht në mënyrë profesionale për të realizuar një garë, apo jo? Po. Më pas filloi prerja e shiritit të medaljeve të akta. Kështu është? Po. Si ishte? Ishte si gjithë garët tjera, u knaqa, diet, dhe garët që mora ventarët ishin 50 që si i lirë, 50 që shpin, 50 që delfin dhe edhe një 50 dhe 200 që si i lirë, si s'po edhe aty, po. Që do të thotë këto gara kanë qenë në vazhdimsi brenda një ditë apo? Jo, kanë qenë 2 ditë. Ne kemi ikë qysht premten, që më mësu me pishinën, se dhe ditën tjerë ka pas të shtunën, para dite dhe mas dite, dhe të dilen para dite. Po mirë, si u mësove me pishinën? Kishte ndryshim nga pishina ku stërvite? Kishte shumë ndryshim, pra të punë shkumë më heret, se pishina ku trajnohem është pishin hoteli, dhe u desh me mësu me temperaturën e ujit, me distancën e pishinës profesionale, dhe kjo është pjesa më e zorshme mu trajnu këto. Kjo është edhe një mesazh i fuqishëm për vëmendjen ndaj këtij sporti, apo jo? Ti si notar, ti si rekordmen, si fitues i këtyre medaljeve, natyrisht do dëshiroje të kishte. Po, unë kisha dash më bë një pishinë Shkodër, një pishinë me përmasa profesionale, se më kishte ndihmu shumë me stërvitjen. Më kishte animu ma shumë me ditë se ku jam në çdo moment, jem me prit derisa të vinë garat që me pa rezultatet e mia. E vërtet.
përveç edhe ndonjë mbështetje tjetër nga ana financiare, pishina është ajo fusha e blerë të futbollistit, apo jo? Edhe Notari është një futbollist, një sportist që dëshiron të ketë kushtet e veta. Fitove garën e parë 50 metrash, si e përjetove? Gara e parë 50 metrë si e lirë, u liva shumë mirë, sepse kam bërë rekord personal. Ke përmirësuar Kam përmirësuar shumë. Dhe shpresoj që gara tjera dhe më mirë synoj për rekord tjetër me gara dhjetor që kanë më bërë. Do flasim deri atëherë, sepse ka shumë gjana të bukura që ti mund të mendosh, ashtu si dhe sfidat që të shoqërojnë. Notin e ke fillu shumë herët, më duket, a? Po. Noti ka fillu kështu si më shumë dëshirë prinve, kam ik me vajnë e malë, dhe shkosha për qef të pishinët e Meteori, ka që një pishinë, dhe u trajnoshim aty për qef, shkosha për qef për të lujt. Atëherë me kalimin e kohëve filloi më bë dëshira jame, pasioni jemi, që me çu tjetër nivel, si më thon. Po mirë, si mendon ti, pse është i bukur Noti? Ja, dhe flokët i ke tamam si notarët, nuk mund të zbresin pak më poshtë, por nga uji të rrinë ashtu. Është diçka e bukur, ndoshta edhe të identifikon, ke dëshirë të identifikohesh kështu apo jo? Se ju të rinjt mund të stilohen në mënyra të ndryshme, por ato flok janë flok prej notari, më duket. Është e vërtet apo jo? Po. Kështu që ti fillove stërvitja në mënyrë më serioze. Nuk i qenë asnjëherë fëmijë që nuk të ka pëlqyer uji, përkundrazi. Çdo jam ka pëlqyer uji, vendim shumë mirë kur notoj. Të heq dhe ato streset e shkollës më shumë. Dhe të ndihmon dhe me shnetin, sport që aktivizon çdo pjesë trupit. E vërtet. Nauti është një ndër sportet shumë të bukura në zhvillimin edhe të trupit, të organizmit, të shëndetit, ka benefite të jashtëzakonshme. Nga një djalë i vogël, 1 metër e 20 centimetra, ti shkove sa? 1,82 më duket. Bravo. Dhe pretendon të ngjitesh nga më lart. Mirë, stërvitesh çdo ditë, patjetër, gati çdo ditë. Po. Dhe si është stërvitja jote, me orët e tana apo? Stërvitja jeme është pak e zorshme, se shkolla ku jam unë dal vonë në 4 qerek, të shkolla austriake, dhe fill me merr babi për me ikte pishinat. Dhe nuk kam fort kohë me bë stërvitje, se edhe puna mësimeve. Kështu që 1 orë gjys jam në ujë dhe gjys orë në shtëpi për stretching dhe stërvitje pjesë të trupit. Kjo është një mrekulli. Të stërvitesh 2 orë në ditë në sport, do të thotë është një benefit i madh në shumë drejtime. Megjithatë ti e ke rrugën tënde tashmë dhe Noti të dinë të gjithë është ai notari, bukur, mirë. Pas garës 50 metrash erdhi një garë tjetër në Shkup. Pranë 50 metër dhe 50 metër stili lirë, pastaj vjen shpinë. Pastaj më duket ishte 50 që s'ka rëndësi. Shpinë, të marrim shpinë. Po. Dhe shumë mirë, më shkoi shumë mirë, nuk është si isha stërvit shumë për 50 që në shpinë, po prap bëra kohë të mirë personale, theva rekorde me përpar shumë temë personal. Dhe mora medalje të artë. Kishte shumë konkurrent, kishte shumë afër teje që vetëm me një hap ose një Jo shumë, se shpinë kam qenë i mirë që i vogël, e kam marrë rekordin e parë 50 që shpinë. Shpinë, Po. Dhe kështu që kam i vogël. Cila mendon se cila garë është më e joltja, më që të pëlqen më shumë? Gara që më pëlqen më shumë që kapin emocionet është i qinë që sti lirë. Se quhet garë burrash, si me thonë, garë shumë e zorshme. Ka një stat tjetër. Dhe do t'je shumë i përgatitën në anën psikologjike dhe
fizike shumë. Cili është ai moment gjatë garës i cili kërkon një vëmendje të veçantë? Ai starti, kthesa në kur e bën në xhiron e dytë, ose vazhdimi, pjesa fundore, garë gjysma e dytë, apo cili sipas teje? Për menimin tem dhe menimin e shumë tjerëve besoj se është starti, sepse është duhet të jesh shumë i vëmendshëm. Se starti mirë bën diferencë të madhe, do të menaxhu bilbilin shumë shpejt, do të hidhesh shumë shpejt, të reagosh shpejt. Dhe kjo besoj se është më e rëndësishme për po ta kthesat dhe kthesat duhen të mendohen mirë, të bëhen të shpejta shumë dhe të marrësh një pozicion trupit drejt. Ndërkohë pjesa e dytë e garës është më me sprint apo fillimi i saj? Fillimi duhet me marrë kështu, si quhet, distancë me notar të tjerë, sa atëherë e man vetë ritmin. I shef të afru dhe i jep vetë më shumë që me dali pari. Shpresoj mos na ndjekin notarët e tjerë të na marrin këtë të strategji tanën shumë të bukur që ka rezultuar gjithmonë e mirë. Regjia ka një foto që rendit medaljet. Para 4 vitesh unë ju kam ftuar në studio, edhe edhe në atë kohë keni pasur shumë medalje, që do të thotë shumë gara. Mban mend ndonjë prej këtyre grup garash të cilët i ke ba edhe me shokët tuaj të ekipit që vërtet të kanë mbetur kështu në mendje, edhe për mënyrën e organizimit, edhe për ndjesitë që ke pas, edhe për rezultatin? Po, me sa mbaj men, ata gara kanë qenë në Kosovë, ka pas kanë djetor me sa mbaj men, dhe aty ka marrë një kup dhe 4 medalje, që më duket 3 prej tyre kanë qenë tarit dhe 1 argjendi. Ku po shkon me gjithë këtë armor djalë? Këto janë vlerësime maksimale. Bravo, shumë bukur. Si me pak fjalë, si do ta kishe mendu ç'është për ty noti? Noti për mua është bë pjesë e jetës, gjatë periudhave që kemi pushim, për shembull gushti, që bëjmë pushim, dihem i plogësh, i pa plotësum, s'ndihet trupi mirë, nuk mund të flej rhat, duhet aja lodhje që pra është një ushtrim i këndshëm, i përditshëm, që t'jep shumë frymëzim, apo ja? Po. Mirë, kush ju mbështet juve si ekip? Kush më mbështet? Mu më ka mbështet babi jem, se çdo herë kam pas ofër, bashkë me mamin, dihet, po babi... Prindrit janë ajo vatra më e ngrohtë e gjithë secilit, sepse sado që të ngjitesh në rrugtim, gjithmonë ajo prindi është prindi jot, dhe ti fëmia i tij, prandaj kjo marrëdhënie është e jashtëzakonshme, e mrekullueshme, do ta quaja, është e bukur. Dhe kur një prind jep aq shumë për fëmijën e tij, është krenari kur rezultatet e tregojnë më së miri. Kur bën të tilla përgatitje, por edhe të tilla rezultate, si reagojnë prindit tuaj? Ke ndonjë të thonë, për shembull, ne kemi menduar që mas kësaj fitorie të kesh një diçka të bukur? Prind nga e fundit prind janë kënaq jashtëzakonisht shumë, se nuk janë prit ato rezultate, se ne kemi pas vetëm 2 muaj stërvitje. Ja, këtu je ti? Këtu jam unë, po, këtu jam unë para garës. E kujton? E këto është. Po kur ngrite flamurin shqiptar, se unë faktikisht emocionohem shumë dhe kam përse, apo ja? Po, shumë. Më ndjerë shumë mirë. Ja, arbri. Kur shkove në shkollë, e morën vesh të gjithë që ti e ai? Po, me oruan shok dhe shoqet dhe zyshat. Zyshat dhe profesorët.
Do ndiva shumë mirë atë moment. Shumë mirë, shumë bukur. Mirë, Arber, ti je në shkollën austriake dhe studion për teknologji informacioni. Çfarë interesash ke pikërisht në këtë drejtim? Unë jam duke një kur hapat e vllajt, vaj është viti i fundit për te. Dhe më duket interesante lëndet informatike dhe do shohim ku dhe si do të vazhdoj me mësimet. Në çfarë periudhe jeni në shkollë? Do të thënë, keni po merreni me projekte apo keni diçka tjetër? Gjatë kësaj kohe, gjatë kësaj periudhe kanë filluar testet e 3 mujorit dhe është periudhë shumë e ngarkuar. Po ty s'të bën kush lëshim, sepse testi është test, apo jo? Po, duhet të balancoj dhe notin dhe shkollën, që është pjesë e zorshme, shumë e zorshme. Studion deri vonë? Po studioj sa vi prej notit, mësime, ha buk dhe flej. Kjo rutina jeme. Kjo është rutina jote. Ndërkohë që të kesh të ulesh para një kompjuteri, do të thotë të qëndrosh atje i ulur, edhe noti është vetëm lëvizje. Si balancohen këto si e ushqen njëra tjetrën pikërisht këto dy veprimtari? Është e vështirë të balancor se mu duhet të mbaj dhe notat e mira. Notat e mira. Dhe sportit të kem rezultatet mira. Si me don veten pas disa vitesh? Ndoshta mund të jesh një inxhinier software për shembull, por edhe një notar njëkohësisht. Po. Fitje e vështirë se kam menduar ndonjëherë, po. Ke një ëndër? Ja, akoma. Për notin pëlqen me vazhdu shumë, po për pjesën e shkollës nuk e kam menduar la. Ke dikë që të frymëzon, një figurë që ti e njeh, një notar të madh ose një notar që të frymëzon dhe që dëshiron ti ngjash? Po, kam, është David Popovici, është një djalë për Romanie. Romania? Po. Dhe vetëm ke taku ndonjëherë? Ja, se kam taku, po ka teknik dhe stil shumë të mirë. Vetëm 17 vjeç ka thyer rekordin e parë 100 metrë si i lirë. Dhe tash është 19 vjeç më duket. Dhe më pëlqen të ngjoj atij në not. Është shumë bukur, jashtëzakonisht bukur. Ti fitove 6 medalje, 4 të arta, 1 argjend dhe 1 bronz. Por theve dhe rekordin kombëtar në 100 metër stili lirë me 56 sekonda 38 të qintat, në mos gaboj. E ke përmirësuar rreth 60 të qintat nga rekordi më parshëm, ka qenë 56 e 98. Po, ka diçka e tillë. Po, atëherë mas disa ditë, para disa ditëve në tetor, para se të shkosha në gara, theu një djalë prej Stelës, Elio Skenderi, 56.74 sekonda. Dhe disa ditë më vonë ja thej vonta. Nuk e paska përjetuar shumë gjatë atë rekord shoku yt, po ti shpejto në garat e tjera sepse gjithmonë kjo sjell frymëzim të jashtëzakonshëm. Mbas këtyre garave që dole fitues, e ke vazhduar stërvitjen apo ke baca ditë gjumë, pushim? Jo, kam vazhdu. Një ditë kam bërë pushim për stërvitjes, po duhet vazhduar. Vetëm një ditë. Ndërsa ti si ato instrumentistët, dhe kështu duhet jenë sportistët. Një violinist nuk e lë në asnjë, mund të bëjnë 3-4 ditë pushim gjatë gjithë vitit, por jo më shumë. Kështu që të noti se po të nërpres të noti është shumë e zorshme me lan, se një ditë me lan stërvitjen, me 2 ditë mrapa. Një ditë po stërvitje. Çfarë motivimi i mrekullueshëm. Mirë, përpara kemi përsëri gara, se jeta është një garë, dhe ti noton tek korsia jote, por gjatë gjithë ecurisë së jetës do të garosh në fusha të ndryshme, dhe kjo garë e notit patjetër që është një motiv i bukur në vrapimin tënd në ecuritë e jetës. Kur do të keni gara tjera? Gara tjera me stadion janë
në fillin dhjetorit, që organizohen çdo vit. Dhe Ku organizohen? me sa diun janë gajet për Krishtlindje në Shkup prap, të njëjti vend. Dhe çdo vit shkoj aty sepse si më sjell fat ndam shumë mirë që çdo herë që shkoj aty. Unë të uroj përsëri të kesh dhe po i shtoj atij vendi që të sjell fat edhe urimin tim, krejt të sinqert dhe shumë të dashur që ti të jesh përsëri një nga rekordmenët. Pse jo? Apo jo? Po. Po stërvitesh me shumë ngulm. Po. Mundohem. Mundohesh. Mirë. Natyrisht gjatë gjithë këtij rrugtimi ke shumë mirë njohje. Po. Konkurrentët e mi më njohin, kam marrëdhënie të mirë, se para garës është gjithmonë ke takim me pjesëtarët e garës apo jo? Po, kam takim, flasim se tashmë jeni bat të njohur me njëri tjetrin. Po, njihemi me njëri tjetrin. 31 ekipe nuk janë pak. Kështu që gjithmonë ka shumë dashamirës, po ka edhe ata që janë rival deri në momentin e fundit, apo jo? Po. Këtij rivaliteti ti si përgjigjesh? Vetëm me punë. Vetëm me punë, me stërvitje. Kjo është e bukura e çdo gare në jetë, e aq më mirë tek noti, i cili është një frymëzim më vete. Arber, unë me siguri do të ftoj prap, sepse ti do të ngjitesh përsëri në podiumin e nderit me medalje dhe rekorde kombëtare, pse jo edhe ma gjanë. Të falenderoj shumë që ishe sot në Mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit për ftesën tuaj. Të uroj ecuri të shkëlqyshme dhe ajo që mban përshtypje është ai seriozitet, ajo përgatitje shumë e mirë psikologjike që ke, por edhe ajo marrëdhënie kaq e afërt dhe bashkëpunuese me prindrit tuaj, të cilët gjithmonë janë mbështetja më e fortë për fëmijët. Të falenderoj. Shumë falenderoj. U bësh një rekordmen i madh. Faleminderit shumë. Sukses.